Ka një entuziazëm të madh në botën e Milanos për fillimin e një epoke të re, atë të rikthimit të Massimiliano Allegrit në stol, por trajneri i Livornos nuk do të lihet vetëm në punën në fushë nga klubi dhe ky aspekt është trajtuar posaçërisht në gazetën Tuttosport. Po, sepse në qendër të Milanit të ri është edhe figura e Iglitares, i emëruar së fundmi si drejtor sportiv, ai është gati të lërë gjurmën e tij të djalli. Nuk është mister që pas lamtumirës së Maldinit dhe Masarës, qendra sportive Kuqezimve shpesh mbikëqyrë i dobët nga menaxhmenti dhe se gjatë muajve numëroheshin paraqitjet e një trajneri në vend të një tjetri, por ato kurrë nuk ishin të mjaftueshme. Metaren gjërat do të ndryshojnë te Milani. Kështu shkruan të paktën gazetat torineze, duke shpjeguar se si drejtori shqiptar së shpejti do ta bëjë Milanelon në selinë e tij, duke ditur si të menaxhojë në maksimum javën midis fushës dhe zyrave. Dhe për një trajner si Massimiliano Allegri, një figurë e tillë nuk është as pak e vështirë, edhe sepse në 4 vitet e tij të mëparshme në krye të Milanit ai gjithmonë vlerësonte praninë e vazhdueshme të menaxherëve në qendrën sportive.